alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi mbrëma dhe mi sodakohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Si zakonisht emisioni është pra i drejt për drejt dhe i hapur për gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë, duke telefonuar përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht duke dërguar SMS. Selam aleikum iseve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me pyetjen e parë, ku thot jam një vajzë 23 vjeçare dhe po më vijnë oferta të ndryshme për martesë, mirë po prindet e mi po zgjedhin shumë. Jo ky s'bën, jo shumë larg e tjerë. A më dëgju prindet apo më vendos unë vetë për martesë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtarëve të cilët e ndjekën dhe pasojnë rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj në parim pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Idha ja'akum an tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Nëse ju vije juve ndonjë ofertë, po i drejtohet prindërve. Nëse vije ju ndonjë kërkesë për vajzat e juaja që ju pajtoni në dinin e tij dhe ahlakin e tina, fazawwijuhu martajeni, bëna për hajr. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, sepse nëse nuk e bëni gjë të tillë, atëherë bëhet fitnë dhe fesad. E që në mënyrë figurative i bekuar alayhi salatu wassalam ka për qëllim se mund të përhapet immoraliteti. Kjo e para. Dyta, prindërit janë njerëzit më të kujdesshëm, më të dhimbshëm për vladin e vet, për fëmijën e vet. Prindi bën gjithçka për me rahatu vladin. Prindi nuk ngopet, nuk ngihet të pa mirë apo të kërku të mirën për vladin, sikurse për djalë është dhe për vajzë. Dhe kjo është e natyrshme. Pra ata nëse thot dikush e kam djalën më të mirë se sa nusen apo se sa ren, nuk bën me vetë më hatru, nga se është e natyrshme. Apo tjetër ata që kam qiken më të mirë se sa dhanërën, është e natyrshme. Nuk ngopet insani për evlat. Po du më thonë me këte se fakti që refuzon ndonjëherë baba dhe nana, kjo është arsye pse refuzojnë ata, sepse kërkojnë më mirë. Por në fakt, të bazu këtë hadith që ceka që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thënë dhe ka drejtuar kujdestarëve familjar, megjithse nuk ka haram njeriu me refuzue mësit e shkusin, ofertat, por nëse të vinë ofertat të cilat ka din, ka ahlak, martaj. Nuk ka cek pasurin këtu. Sepse pasuria, anë pëse është të rëndësishme, është sen që vije dhe shkan. Pase martesa vjen me bereqet. Martesa vjen me bereqet. Në pare muslimanët, prej kohës pejgamberit alayhi salatu wassalam, fëmijët e tyre kanë martuar herët. Dhe kjo traditë ka vazhduar të muslimanët në 4 anë të botës deri në kohën e sotit.
ku tash ka ndryshu gjanat. Dhe kemi marrë këtë gjendë të cilën jemi duke parë vetë. Kështu që ti mos ngot, sepse ke motra tha atë ndëgjaja për të vendosi vetë, s'ki nevoj ti më ngut me vendos vetë, sepse koha nuk ka kalu, po ti mund është me folë. Mi thonë prindërve, qaj rast që ju vjen apo që ke, për mu është i pranueshëm. Dhe ju kësha lut me pas parasysh. Në mënyrë që me marrë meratimin e tyne, sepse ndryshe me vendosin veç e bjekja, të do me martu peve babën nanëna, a do me ika, qka e bjen kja? Nuk i bje mirë kja, pe një femra muslimane, me thonë vendosin e vetë, baba nana, por të edhe nëse vendos lejenerën babës e nanës. Bën hisenik edhe ta. Sepse ke mundësi. Sepse kur të shën që ke ngull pa kamba apo që i e vendosër, zakonisht nuk të prish. Po. Do të vazhdojmë me telefonatën e parë për sonte. Selamu alaikum. Selamu alaikum juve dhe hoxhët. Pata një pyetje për hoxhën sonte se kam si. Ordnani. Hoxha Shevqet ka folë për një libër për që kanë shpionu për hoxhallarët, kohët luftës aty si më herët, edhe kur tregoj të shysh edhe më bo qefi kur e nita një libër tillë, për edhe u tërqie, thash me thonë. Edhe përmendi hoxha emrin e atij shkrimtarit, por nuk e dita se shika se këmut me rikthy, edhe komunët mund gjetë kjo libër për shembull. Diku në Kosovë, se më ka pëlqy shumë si titull që ka thonë një shembull pjesë librit që ka lexuar hoxha, e isha interesuar me gjetë këtë libër, ose më na ka thënë diçka për autorin, se thani emën të atij, po nuk më dok emër shqipsht, ja shqiptar kjo autorja, a o kon turk, a o kon diçka që ka kuptuar më shumë se nuk ka emër shqiptar i njohshëm që më majt let mend. Kjo ishte pyetja ime. Nëse mund të na shëllë diçka për më shumë hoxha. Në rregull, faleminderit. Allah i rujt, selam aleikum. Aleikum selam. Historia për Mulla Idris Xhilani, diçka po thot regjia, sepse nuk e kisha qartë. Sahih. Sahih. Po. Është një libër e ka shënuar atë profesor doktor Muhammed Pirrak, rahmetullahi alejh, ka vdekë ai njeri, ka qenë nga Drenica, e kam njoftër atë personalisht, ai ka bërë, ai ka bo shumë libra, por 2 libra ti që ka mund dhe më kanë lanë për shtypjet e zakonshme, është kjo biografie Mulla Idris Xhilanit, të cilën e ka mbledhur edhe nga dhënat historike, po edhe nga vetë njerëzit të cilët kanë qenë atë kohë, e kanë njohur rahmetlin personalisht, apo antar të familjes, shok ti, rreth ti dhe kështu me radhë. Dhe ka dalë një libër i shkëlqyeshëm për mendimin tim, libër që çdo kush që don me ngjall ndjenjat patriotike, çdo kush i cili don me pas se çka kanë kontribuar hoxhallarët, çfarë punë të madhe kanë bërë hoxhallarët, dhe se pa hoxhallarë që ky millet asnjëherë përpara s'e kish bërë. Pa hoxhallarë që ky millet, që ky popull, edhe ai naton, një popull dhe Shqipnisë, ky popull dhe fjala jo që ka savartë, dhe andej, asnjëherë para s'e kish bërë. Ama asnjë. Sa për ilustrim, veç një shembull. Mi kanë thonë shta hoxhallarët e tonë, në kohën e Serbisë vjetër, kur i është bë presion i jashtëzakonshëm për me i dëbu shqiptarët,
për Turqi. E qenë të njohura ato vojtje persekutime prej historianëve. Dhe një pjesë e madhe popullit i din. Këta të rita ta s'din, se këta sa s'din. Ta di veç me lujt me kompjutera, me kësa farë, të sa përnyshë për të kaluar këta janë aot janë këta krejt. Së shumicë. Në qatë kohë, po mos t'i këshin nalë hëgjallartë popullin, apo thitë kondërten, po t'i këshin thanë hëgjallartë popullit, këto burra nuk kena jetëna. Na ka rrëthuar ka urri, ka më në ndërru fejnë dal nga dal, venë nuk ka që në shkojna në Anadol, në Turqi. Bindë që asë një nuk ishmet. Populli ka shku si mbas hëgjallarëve. Hëgjallarët e kanë bërë levizjet krejt. Hëgjallarët të kanë të regë vrejtjen popullit peshjerët komunizmit. Partisë komuniste. Ta në dal nga dalë e mëjten ata, sepse që ashtu kishë pashkru zoti, por hëgjallarët kanë dhanë kontribut të jashtë zakonshëm, prej ty në Mullaj Idrisi. E unë kam lexu atë liber, sepse më është dashur me lexu për dy gjëra në një, më është dashur me pa që ka kontribu Mullaj Idrisi, nga se në librin tim Repertrirja e fesë dhe repertritësit të sajna, në kapitullin e 4 e kam veçuar për shqiptarët tonë. Shqiptarët në kejtë trojet shqiptare. Që kanë bërë shqiptarët tonë? Kam fillu me lidhjen e Prizrenit deri në luftën tonë shlerimtare dhe e pas luftës deri sa qashtë ka bëhet. E tani më kanë vi figurat më të qmuar, figurat më të mëdha, të cilët kanë kontribu për këtë popull, për këtë vend, për këtë atë dhe, për këtë din, për këtë shoqëri, dhe ndërta e kam gjetur edhe Mullaj Idrisin, andaj më ka dash me lexu për biografinë e tina. Pra, edhe me kuptu që ka bo ky burr i madh, po edhe në përgjithësi si proces që kanë punu hëgjallarët për me rujt qufin për para, me rujt adheun, me rujt moralin, me rujt vatanin, me rujt popullin e kështu me radhë. Tamam? Dhe më ka pëlqy ai liber, më ka pëlqy sa të dush, dhe nuk jem shefi, duket edhe në herë kaluar e kam cek. Unë tash kur kam shkru, kur kam lexu atë dhe kur kam marrë pe ati libri dhe kam qitë në librin tim disa pjesë, unë pa thëmë kështu tash, jem kënaq të i kajtë. Jo njëherë, kujtoj më shumë se njëherë kam kajtë, në veçanti kur e kanë zanë serbët, gjanarët, Mullaj Idrisi. Dhe fjallët asaj gruje, cila ka qenë zoja shtëpisë, dhe fjallët e fonit që i flet me Mullaj Idrisin, duart lidhun, i hypun kali, edhe dalin let. Idrisit, hoxhës. E kje gruja burorore, dhe to bira, borat nuk kajnë. Nuk kajnë borat, po një fort. Edhe ma ajo, pas 5 viteve qëndrim, e izoluarim shefur, por shpionazha, me që na zanat e kena na shqiptar për shpionazh, mos na nërra se ka hjek zahmet me gjithë tjerë, e zbuluan rahmetlin edhe shkaj dhe dëgjën me benzin natën dikur ka orë të mëngjezit në qytet të Gjilanit. Atë liber e gjanë po me ble e gjinet sigurisht, biografi e Mullaj Idris Gjilanit nga Dr. Muhammed Pirraku. Allah shpërblet, kalojm tek telefonata tjetër. Alo, selamu alaikum. Wa alaikum salam. Kam një pyetje për hoxhën. Urdhënoni. Lidhja është kështu, a lejohet mira pishman halalit, për shembull, mendon për një njeri, një herë ja bën halal, tani mendon se ta ka bën i zullum dhe thosh i bisha prap pishman. A jam i qartë? Po,
Qartë, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Më falë që po këtë ndodhë shpesh të njerëzit. Atë këtë ndodhë shpesh të njerëzit. Peshmani njeriu kur i bjen peshman për një punë të mirë që ka bë, në parim. Rani është mos më ra peshmani kur mos më pendu për një punë të hari që ke bë. Kur? Imagjina dikush o bë sebeb e ka nxjerr pe një fukaralloku ekstrem dikend. Pe lloqe, pe balte. Me nëzit që një buk. E ka marrë, e ka eduku, e ka shkollu, ka financun të tjere, deri sa ajo bo në thojza pash. Tash kur e bo pash, të pare që e ndëshkan apo që me thonë, këta, ti thejmë buk për mes. Tash, këmë që me thonë, jam peshmane që të kam eduku, të kam financu, të kam... Jo. Më thonë mirën e mirë se pas që luhet. Kontribua e mënua me eduku një njeri që ka komplet i mbushën me shërë se pas në ditë. Për jo peshmane. Ja. Njeri unë e shpëton dikun për i vdekes, del qaj nesit vret. Apo? Ose të djedha se të rej. Ati e shpëtove. Kërkush nuk të pa, nuk i bënë për lek, as për amen. Por zemra jo të e but. Tërmënësia me shpëtove njëri ju. Ndoshtë edhe rëzikove vetën. Dhe e pastaj, të pare që e dënan, apo ndëshkan, apo e vjedh, apo jeti. Po këndohet të ke vlad, bre. Edhe lidhe bab e vlad, bab fëmi. Për cili bab nuk mundohet për e vlad të vetë. Ta që ka ndodhë, të deli vladë mas 20, 30, 40 viteve, e dhe babës të zdin, as ke dit kur s'ke dit, as kemi dit. Bil ta shkan hup krejt. Edhe më shirigojnë të zdisen, s'ke dit kur. Ta që baba mëra peshmani që ka eduku e vladin, a? Jo. Ta më pra më parim, nuk është mirë mëra peshmani një. Nuk është mirë. Çka do të ndodh me personin që i këna bërë? Sepse ne punë do t'i bëjmë për Allah. Kur i bëjnë punë për izet dhe Zotit, Allah që ka thonë? Innama nut'imukum li wajhillah. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. كفلت الله عز وجل سورة الإنسان برسالة دارزم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا ويابن ما هنگر سكلافة ربة نزان لوفت يابن ما هنگر فقراوة jetimave, shtresave të tëllta. Japin me hangar. Dhe Allah pa thot me pas, dhe nuk kërkojnë për i tyre mja u këthy, madje as me i thonë faleminderit. Ja mos ka nevoj. Sepse ata thonë, ne u shqemi juve, financojmë, u japim, u mbajmë, për këdesi për ju, liwajhillah, për hirë të Zotit. A shaf sa më rëndësie ke për hirë të Zotit. Pra, nuk e bëj me ma ditë, o, burë. Në ma defsh nera të rritë, dhe rani është me ma ditë. Sepse është kulturë, sepse është parim të mirë nështë të bëtë dikush, mas mja këthyp, mas mja përbuz. Po ja që ka neherë parimet këthehen të kondërtën. Bëhet buk për mësë. Nuk të ndihmoj, më thonë faleminderit. Kam ndihmu për hatër të Zotit. Arani është ti me qenë rëp falenderus. Arani është.
Dhe e mvaret për kulturës tonë e për imanit tonë kështu me radhë. Por unë për vete kam bë për hatër Zotit dhe kur pishma nuk i bi. Anë pëse tash nuk më vjen mirë kur isha sjelljet e tua, qëndrimet e tua, arrogancën tonë e tjerë, por pishma si bi. Sepse në psheften nuk e di. Unë kam ndihmu për hir të Allahut. Disa sa manke robin. Pra nuk i bi pishman. Me gjithate, po që se në veç i bjen pishmani. Kë mund të shmëra pishmani tut në hub se vapin, e të në qafi taj. Sepse, kur të bish pishmani që i bje që te pas ke ba, me ta këthyone. Po ta kishe ditë që unë s'ta këthej, së kështë e bo mirë. Për ata, së të për mërvesh, që s'pa ta këthej me të mirë, së të më bjen pishmani. Andaj, këtu kuptohet vesh diqka, se ti e ke bo atë për më ta këthyje aj, se ke bo për Allah, ke bo për te, që aj me ta këthyje, për interes. E me momentin, çdo sen që bën robi për interes, se vapen nuk ka. Se vap ka puna që bëhet për izet Zotit. Kështu që njeriu mundet me ushqyer 1 milion fukara. 1 milion mundet me përkujdes për 1 milion jetima. Mundet me ndërtu 1 milion shtëpi, me vendos familjet sociale. Por asnjë sevap të Zotit s'ta ka. Asnjë. Sepse se ka bo për hir të Zotit. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Fundi surës Kaf. I madhi Allah thot, ai I cili shpreson në botën tjetër, me punë të cilat I bën këtë dynja, فليعمل عملا صالحا, le të kapë le të ketë parasysh dy gjëra. Me punu punë të mira që janë konform asaj që ka punu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, edhe me bë për hatër të Zotit. Për hatër të Zotit. Po se bëne për hatër të Zotit, shkaj hoq. Po e bëne për hatër të Zotit, por nuk e bëne konform hadithit, sunetit, praktikës, pejgamberit alayhis salam, prap shkon hoq. Për ata krejt ulemat islam jënë në ujdit pajtimit me konsensus se për të pranuar një vepër të Zoti dhe për të shpërbly për të robin ditën e kiametit, duhet të pleksoj këto dy kushte. Me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka bo pejgamberin diçka të tillë. Shembull, ka shku pejgamberit të vorët e ka prej kurbana? Ka shku pejgamberit të vorët edhe është qilë këlla vorët e ka bo të avafe? Po të rego burra, ka shku, a ka ndodhë, a s'ka ndodhë? Jalla s'ka bo. S'ka bo. X. S'pranohet aja. A nëpse njetin e kam për të mirë. Po s'pranohet. Nuk pranohet. Andaj nëse ne I ndihmojmë njerëzve për këtë dynja, I ndihmojmë njerëzve për interesat tona, më na kthyej mirë në këtë dynja, nuk e kena njetin e pastër për Allah. E për njet ka mohabet me folë sa të dush. Edhe ulemat islam krejt, ju mos dalim pej temës. Ulemat islam krejt, prej pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam. Dhe të tjertë, krejt ulemat, sahabë të tjertë rend, frigën më të madhe, e kanë pasur në njet, në filtrimin, spastrimin e njetit. Dhe ndryshe, frigën më të madhe, e kanë pas, edhe duhet ne ta kemi,
mos nuk po I bojna punë për hir të Zotit tamam. E pejgamberi ka thonë në disa hadithe, më së shumë ti, çka ja kam frikën ummetit tim, jo që ma shtron pasunia, jo që vrahen me zvetë, të kanë mendohë tanat. Edhe dhjetra tjera mëkate harame, por më së shumë t'ja kam frikën, ka thonë e shirkul khafi, që është me msheft se sa zëri I kamës së milingonës. Bëni zhurën, bëm, pës nihet. Pa aparatur së njën. Shikrul khafi është njeriu ku nuk e ka tamam për rrezat Zotit. E përzin jetën, apo se ka heq për rrezat Zotit. Andaj ne I bëjmë punë për Allah. Dhe lusëm Allah më na e pranu. A lusëm, hagjojmë për Zotin, që thojnë në fund, o Allah, prana këtë ditë agjërimit, ja Rabbi, prana këtë muj Ramazan, ja Rabbi. A themi. Sepse nuk jemi të sigur të kemë ba. Ja për Allah e bona, a dhëmë përëm për Allah e bona. Por gjatë kësaj periuda, ka mundësim ka himu ka pak lakmia, ndo një qëllim, ndo një njetë tjetër, ka mundësi. Kam ndro ma prish krejt. Po. Në ka drojmë telefonatën tjetër, salamu alaikum. Salamu alaikum. Por nëni? Dishta me pytë hoxhën në pyetje për nënën tem. Aja është 72 vjetë, elhamdulillah, falë 5 kohë namaz. Po nuk mundet me ranë sejdë prej gojve. E u bo marak. Mos nuk është në rregull kjo. Fol namaz natë, elhamdulillah. Namazin e jacis e falë në kohë vetë. Namaz natë dhe vitrin e lanë ma vonë. Por nuk mund ranë sejdë për shkak të gjunjëve. Po. E falë një kam. Normal e bën, në ruku normal, veç në sejdë nuk mundet me ra prej gojve. Edhe në kamë rren? Po. Mashallah, kry, tamam. Në rregull, faleminderit për telefonatën, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Krejt në rregull kjo. Ata që ashtu e bën ona jotë, Allah e rujt, e shpërbleft, e pranot punë të hajrit, është në rregull. Allahu ka thonë, fattaqullaha mastatatum, bëjeni, keni frikë Allahun, mbajeni dinin, kryeni detyrat fetare, mastatatum, sa të mundeni dhe se që mundeni. Sa mundeni. Sa s'mundeni, nuk ngarkan Allah. Dhe pejgamberi ti, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka thonë, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastatatum. Kur juve ju urdhëroj me ndonjë detyrë, ndonjë obligim, ndonjë farz, fa'tu bihi mastatatum, bëjeni atë sa të mundeni. S'mundesh me ranë sejdë, nuk ngarkan Allah. Po të ngarkan më falë, se mundesh më falë. Mundesh më falë. Ja, Allah, s'moj bin sejdë, dyshush na e paharëja, vesh jetë e bo vetë e rafshti. Ti e të mënu me gjithë arsye se ti mënesh më falë, pasha Zotin edhe knaqesh të I falë. Mos mësh me ranë sejdë, për zullohet qaj farz që s'po mënesh me kry. Se për shambull, nëse dikujna I mirët goja, I qenë Allah paraliz, edhe që ka ndodhë, s'fol. Apo? Plot ka. Këmi la namazina? Jo type. Jo vëllë se me ti kak. Ki ka me top. Top! Por, nuk mundet me lëvizë në gjuhën. Sepse nervi I gjuhës ai muskujve të faqes a ku ta diun, I është shtanguar, I është blokuar dhe s'mundet me fol. Apo flet por se në kupton çfarë po thot. Me lo namazin kja? Jo. Ose ti e ka marrë zotë syt, ati e ka marrë vesht. Ati të s'ka kam heqasjanën kam se ka. Jo në këpu të dyjat. Apo jo në paralizu të dyjat. Namazin me lona? Jo. Sepse pejgamberi pa thot, fa'tu minhum mastatatum, bëjeni atë që mundeni.
Ai s'mundet më falë, kam se s'ka kam hiq. Falet ullur. Kësë mund lezën sepse si për në goja. Anë e thët me mendje. E livri guën ka pak mrena, në atë vetën edhe falë namazin. Edhe knaqë të i falë. Më rëndësi Zoti me të kuptu. Po. Allah shpëlef. Do të bëjmë një pauzë e shkurtër dhe pastaj do të rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me emisionin Ta njohim të vërtetën. Kalojmë tek pyetja, në fakt tek telefonata radhës. Selam aleikum. Alo, selam aleikum. Po. Kisha 2 pyetje ose 3 për hoxhën. Por nëni me pyetjet. Nona, na e jem 6 fëmijë, jem jetima, pa babin arrit. Do me thonë, fëmija krejt jena të martun, unë jam me vogla, do me thonë një martu, po vlloj është me vogli, do me thonë para me është, po i ka bo 38 vjetë, halo nuk po mund më martu, nuk po i hec na foka dishka. Jena konë të hoxhullort, i kena shkru, gjithë konë kujna konë i kanë thonë që kom sysh prej kur ka qenë i vogël, do me thonë. Po na ina familje që folëm 5 vokte, lexojna Kur'an, kena kry hodhme të Kur'anit, kreti kena bu. Po dishka ju ka lidh martesa edhe nona vo shumë marak për vllon, do me thonë. E deshti me pyet hoxhën se a është e mundshme që mund me pas mësysh fejs bushlijes, do me thonë. Po, pyetja tjetër? Pyetja tjetër është për nonën, vetë për nonën. Nona është 67 vjetë, mashallah, i fol 5 vaktet edhe kjo. Po kjo u bo marak për vete, se po thot gjumi natën nuk po merë. Në cellën thot po flaj shumë mirë, si të qona me shkull dho me flaj në krevet, më hub gjumi thot nuk muj me flaj të natën edhe po shesh shumë ondra, do me thonë ondrat këqia, të vdekon, babën, nonën, ku ta dion po shesh shumë ondra. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Edhe kam edhe një pyetje, më fal, për vetën time. Edhe unë jam vajzë e re, jam 35 vjeçe, po e kam si një lloj ankthi natën, si një lloj depresioni po në kop. Po ashtu edhe unë i fali 5 vakte, lexoj Kur'an, po e kam qitë breng, diçka, një farë munimi, e kam një farë tute, një farë s'po di qysh me kallzu. Faleminderit, po që bët pjesë e këtij emisioni. Përshëndesim, selam aleikum. Allah 38 vjetë së është martu, kanë thënë dikush që ka mësysh nga fëmijëria, ka kënu të hoxha, e kanë fry, e kështë më radhë. Allah në ruajt. Allah në ruajt. Allah në ruajt sherrit insanit, e sherrit shejtanit, e sherrit nefsit ton, e sherrit çdo sherri ja Rabbil Alamin. Nashta ka dë bane, por ne nuk mund të themi se kim të bane dhe tash s'ka rrugë për neve, s'ka ilaç, jo nuk ka qështu. Ne punojmë në 2 fusha, në 2 drejtime. Edhe me mjeku vetë vetën me rrokje, qofë me lëshu vetë rrokje, YouTube, në internet, ose me shku të dikoj që të bënë rrokje, po në anën tjetër edhe me hec drejt kryerjes së atij veprime apo asaj pune. Për shembull, ka problemin e martesës, dikush e ka problemin e rrezikut, e kështu me radhë, por apo në 2 fusha. Ka bën rrokje, ka ecë këtë fushën e vet. Sepse nuk e dim ne që ka caktu Zoti. Nuk e dimi. Ne do të me lyp hajre, do të me lyp të mirën, të marën. Nuk e dimi. Nashta Allahu Azza wa Jall nuk ka të bëj me të bane heq, por nashta dikuj në rrezikun ja banan, ja harun dikon
E runë dikën për një kohë, subhanallah. Ka djemë, që janë martuar qëtë kohë, ma vonë, 40-at, 50-at. Ama që që në bëtë lumëtun, që kanë gjetë në fakt të hajrit, sa që të tjerë t'ja marrin lakmi. Edhe vajzave edhe djemve. Ose të punë në rrezikut. Punojnë 53 vjetë, 10 vjetë, 15, nështë 20 vjetë të spunjnë me gjallë, bëm me këpotën të punu, ledhen katë. Jo vazhdoni me punu. Vazhdoni me lip rrezikun halal. Vazhdoni me pas të wakkul mbështetjen Allahun. Të wakkul mbështetjen Allahun. Dhe me kërku ndihmë e bereqet për Allahut. Po edhe me punu marë sebepe. Këtë sebepen. E pastaj Allahu e din kur tap, sa tap. Dhe dikuj në jep i vonë, po kur jep i madhe, zot la ilaha illallah s'ka asja të. E ka urtësi pëse që ka dha me herët e din zoti, da nuk e di. Te bareke ve taala. Kështu që nana së ujtë lëtë për evlatanin, nana, lëtë për evlatanin. E mësë është të shumë se ku të vje rësku me emrët zotit, martohet me emrën Allah të zohu gjellë. Nona gjatë 7 vjeçore, po shondra shumë tha. Shumë po bota. Po ja thë, s'pe mërë tha gjumi vetëm, në me shku dhe vetëm ke mërë gjumi, vetë salan. Po në salan tonë në mërë gjumi neve, në për kuzhina në salan se lodhëm që aty. E tani si të hamë bëk njëre, se për ne qep shtetit pak që aty, të mërë gjumi. Plët njerës ka për ty në one. Kam qërë që është me flajt pak. Se dëshush gjumë për gazepi ka nërë është ma i mirë. Për gazepi. Me bë më rahatu së të merë. Se të rahatu është hub gjumë. Kështë që nana që të mërë gjumë në salon shpet vetë është e, që të mështë të qeni heqë, veç milane. Mos nërë nana dhe herën sabah. Kur gjë? Dhe tha unë janë 35 vjeçare, në kap një angth, një stres, një depresion. Po nuk e di ke mu të ra, nëse ke ndërpreju, po e di ke qa është angthi. Sepse i përzin ka njerëzit e depresionin e angthin e i përzin. Angthi është shumë e randë. është problem angthi. Depresioni është i randë gjithashtu po ju nivel të angthit. Nërsa stresi është shkallë. Stresi lehtë, kështu që kemi ne të gjithë, apo pjesët dërmuese nuk pështojnë apo ato. Nga se njeriu i cili punon, vepron, gjallënon, është pa mundur pa pas stres. Por stres të menaxhuar, stres të lehtë menaxhuar, i cili posa të përfundon që e punë, ka edhe stresi. E që ndryshe popullë thëtë, kam një galet ma thër gale ki, kam gale sepse kam me peju qike, në kam vadën ndane. Kam gale sepse kam e bënë fëmijë senet. Kam gale sepse kam e bënë iftar. Kam gale sepse kam dhe mësafer. Po, që ka stres? I menaxhuar. Se të kalen që e farë, neja provim ma që dhe qoftë, dreka, darka, kutadjone, kalen stresi me te. Depresionit tjetëre. Depresionit edhe qehrën të ndryshan, qëndrimin të ndryshan, gjumin të ndryshan, pamën të ndryshan, koncentrimin të ndryshan, ushqimin të ndryshan. Pra është një shka herand është. S'mundi është. Po pëse më ranë depresion? Po pëse më ranë? Pëse më ranë depresion? Për punë të dynjas? A ka dikush që ranë depresion për punë të ahiretit? Gjema një njeri e cili ranë depresion për punë të ahiretit. Gjoja? S'ka, për dënja, sa të dush. Gjevab së më jepin këta psikologët sa të dush. Gjevab së më jepin, sa njeri me depresion.
Çe bie kjo? Ke bie të ngona për dunja dhe me çky të nga mas dunjas. Dhe tawakkuli mbështet në Allahut për tokë. Dhe besimin kader për tokë. Dunja kjo. Dunja kjo. Po le të del flakën 4 rond. Pse kom i dal? Kom i dal kësaj. Le të del flakën 4 rond. La ilahe, le të del. La ilahe. Le të del. Le të del. Po mërë se kime lan krejt. Krejt kime lan, shkove. Krejt te, unë ton, krejt kime lan. Kull men alejha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن. Krejt që ka në te është fan, ka më shkatëru, ka më shduk, ka më mbeti vetëmi Allah. Tani me marë të depresion, me shkatëru shëndetin tëndë, pse s'pa medhë shumë biznisi, pse s'pa mdënë shumë burri, pse s'pa mdënë shumë gruja, pse s'pa medhë fort puna, pa je sprova këtë të ca jetin, o, jo njerës. Të kuptej në ryshe, këtë janë sprova të jetës me të cilat Allahu dënë me në ngritë. Të barëke vë ta'ala. E hasib e nasu e jutreku e jekulu amena, vahum la juftenun, o laqad fatanna alladhina min qablihim, fali alemenna Allahu alladhina sadaku, o li alemenna l'kadhib. A menduan njerëzit, fillim surës Ankebut, a menduan njerëzit, të thonë se kem besu Zotin hak dhe të lihen pa i sprovuar, asëse, do të sprovojmë ata. Që shkimi sprovuar ata që kanë qenë para tyne. E pas të ne përme tyne sprova, pa thëtë Allahu, do të dalin në pah në shesh, të sinqertit, të cilët janë me sinceritet musliman, hakikat musliman, për i me kanë islamin. Dhe ata të cilët e kanë fjallgoje. Po gënjejnë. Fjallgoje kanë, se kanë me zemër. So që puna musliman të shumë madhe bre. Pra ta musliman është i qëtë shumë, në gëzim, i qëtë shumë në hedhërim, i qëtë shumë në mërzi, i qëtë shumë në skamje, i qëtë shumë kër ka pasoni, i qëtë shumë muslimane, për të tjerët, i qëtë shumë. Që është bëndë muslimane është të ndjallën e vetën, dhe pikë loti nuk qëtë. Ose, dalë të pika loti, por është shumë i këthjelt, dhe i fletë burrave tanë për dorë, dhe i falenderën që nërën vërrim. A shtini djallën e vetë, dhe bile ndoshta ka njerë ka ndodhë djallën për malë të hasretit. La ilaha illallah. I që dëtëshën për ata që se njofë, për ata që nuk e di madhështin e kësaj feje. Kaderët do të mi kesh. Ndash, me thonë depresionit, që atjerre. S'ki punë. Kaderët do të mi kesh. Ja qelë dyrt. Ja qelë, mirë se vjen. Qëkar për Zotë, mirë se vjen. La ilaha illallah. Vjen. Në vjerasisht. Ka pru Zotë, dhe ta bjen. Se deken, se pleshnin, se smundjen. Erdhe. Dhe në bësaber. Mujë më mjeku, mujë më së mjeku. Se kam pa tjetër. A më sabër kam pa tjetër me ba. Dhe me pajtu me kader. Ma që i Zotë. Alhamdulillah. Ka arë për Zotë. A kemi thonë që ka dhe për Zotë mirë se vjen, po ja, erë smundja. Kalzej Zotët, kalzej që je sinqert. Dhe jo Zotë jem, a ke quti. Qa dhe për te je mirë sa artë. Unë e kam thonë, për përseres, dhe do të përseres e Zotë jem, sa të jem gjallë. Pa. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës, Po, nëse ka mundësi. patjetër. Është e para pyetja, se unë janë një motër muslimane, i fali 5 vakte. Edhe tash e kam një intervenim, kam e bo një farë operimi, e prej nga jam është për namaz.
A e kam të obliguar me namazin me fol që në qatë gjendje masi të kryet operimi, se është puna për të mitra. Edhe a moj qashto me fol namazin se pinjë është ato ketë sanet që shkojnë. Edhe dyta pyetja është se unë jam e sprovume që 10 vjetë s'kam fëmijë. Edhe tash po të bja me shkuna për ginekolog, a kam gjëna atë që po shkojna për ginekolog mjek. Në rregull, faleminderit. I përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam. Allahu ta letoft e motër operacionin. Të qoftë sabër gajret, të falë të vlat hajrit. Ja Rabbi, nëse është hajr, ty e burrin tënë, për dine për dynja, për këtë botë dhe botën tjetër. Inshallah të operacion e kalon sa më lehtë, ka sukses. Derisa të shkosh në sallë, tani sigurisht ty operacion zakonisht i bëjnë para dite, që nuk ka kohë namazi. S'ke obligim kur gjë. Kur të del shtëpia, do të kalojmë pak dhimbt, sepse vinë të hapin injekcione që të qetësojnë, edhe të kthjellet truni, po edhe pak dhimbt kalojnë. Atëherë i thu dikuj që ki nga atë, am abdest. Am abdest, nëse ki dikën nga atë. Në donë abdest, ka pak më të la dorën, të la syt, abdest me donë. S'ka kushtet pa abdest. Sepse se ki ke kanë ndoshta pej familjes që mundet më artet në spital atë, merë me vetën e fërë cëpë, qeremida, tull, tjegullan, cëpë, dheja, diçka. Në mënyrë që me pështil, me lanë të kry dikon, me mujtë me nëzirë me dorë, me marë tema. Me pa mundësi, me marë abdes, lejohet me marë tema, me pa mundësi. Dhe i falë pastaj, vakte që të kanë metë. I bën bashkë, i falë. Allah të shëroft, ja Rabbi. Po ashtu thotë që s'kan fëmijë pa që 10 vite. Po tha. Ta shkojnë për ginekolog. Po. Nëse në parem do të më shkue femra tek femra, tek doktoreshat. Dhe nuk kujtej që kam jam doktoresha sot. Ginekolog. Por me gjithate, nëse nuk gjenë, apo ka ndo një ginekolog që është mashkull, qatë fush, s'ka femen, qatë fush, për ilaç lejohet. Për ilaç lejohet. Por gjithmonë pasi që të shikoje, a ka femra, të kërkoj, të lyp, të vetë, ka doktoresha, qoftë e private, qoftë me pare tjera. Vazhdojmë tutje me telefonatën në radhës, alo? Nuk gjenë. Po, na kontaktoni ose dëgjoni vetëm përmes linjës telefonike ndalja zërin e radios ose televizorit. Iku telefonata, kalojmë tek pyetja tjetër me SMS, ku thotë se në pjesën 3 të natës, pra Allahu i pranon lutjet doat. Mirë, po ne që rrim zgjuthë deri në pjesën 3 të natës, a është njëjtë me ata që flenë pastaj zgjuhen në pjesën 3 të natës? Për falë namazit, si namazin, pjesën e 3 të natës është e njëjtë. Është e njëjtë, sepse që e pjesë është. Po, mirë po, këtë cili ka ra me pjetë dhe është zgju, mund të ketë sevap ma shumë, sepse e ka sevapin e zgjimit, nuk e let në zgju në atë kohë. Dohet një gjihad i nefsit, një mund, i nefsit. Nefsi, trupi e dënë shtratin, e dënë gjumin. Imani hëtë për të shtynë për thëtë që më falë, që më falë. Trupi thot flajnë se s'mënesh më që se e lodhë. Edhe shtyhen.
jamun imani qohet me zërë. Tash për që të mund që të luft nefse që ka paguat robi shumë paguat. Tamam? Në shamull tjetër, krahazim i vogël. 2 vet falen xhami. Njëri ka shpinë gjithë me xhami, tjetër ka larg 5 minuta, 7 minuta, 10 minuta. Pra këj pari i bën 20 hapa. Ditë dyret për shkallëve, derë, në shkallë xhamis, 20 hapa krejt. Këj tjetër bën 1000 hapa. 700 hapa. Namaz është i njëjtë. Dytje saft parë, ka një për herë në xhami, jenë gjitë me zveti. Përse në xhami ka njëjtë. Por, këtë që ka hecë, që është mundu, o që më herët, o nisë më herët, jashije, borje, ftaftje, lodhje, tash për këto këja mund këtina. Për këto ka e në kasë. Pra në mos e namaz është i njëjtë, por për mundin që ka ba, dallat. Ose të Ramazanit, ashtë pak për Ramazani, nëse njëri ju rrën tanë ditën e në hije, tanë ditën hije rrën, e nuk o hije është me dalë nërpem, edhe në shpe hije, së të rogë djeli. Flenë, kur dënë, kur nuk flenë rrën nër hije, punë me do respekt. Se agjerim në regullë, por nuk mund me qenë në sevap tash i njëjtë, me atë i cili qohet në sabah. Heket për gjumë, ta në ty hek për gjumë u quherët edhe nëtohet, lodhet trupi. I lodhet truni pa gjumë, i lodhet trupi pa bukë. Shkë për mundë për lodhja, ka sevap ma shumë, por se Ramazan e ka njëjtë, sepse kë ka gjëru pesi fyrit niftar, kë ka gjëru pesi fyrit niftar. Mirë pa kë mërë sevap shtes për mund, për lodhje, për gjihadin që ja bën nefsit vetë. E kështu mëra. Në fundit për son të besoj. Selamu alaikum. Selamu alaikum, mirë mrama. Mirë mrama. E përshëndes hoxhën, shumë desha t'ja bëj një pyetje nëse ka mundësi. Urdhëroni. Kom pas një lindje me operacion 2024 nëntor. Edhe kur jam hinë lindje, kom pas një lajma, nuk e di që thojnë, më kanë ardhur të veshë emrat e melaçeve dvarë që vinë varë me të pyet. Unë asnjëherë nuk i kom ditë këta emra, edhe gjatë lindjes ku kam qenë duke lind, kanë ardhur emrat të tyre në vesh, muna kërë dhe nan kërë. Edhe e kom ndjetë që kom diçka ngat, po me mendjen time kom thonë që si më kone gatshme hala për me ndru jetë. Ama me një anë më gëzushëm që më ka do këse jam të shku të Zotin ngat. E kom imaginu varën dhe më është do me mendje kom thonë jo se hala ku ka i ngusht varës, ku këna hala herët unë me shku, s'ku këna gati. Edhe prej që asaj kohë që e kom ndje që ta edhe e kom një me vesh, nuk i kom arru as njerë emrat e me laqëv të varët. Kisha pas që me dit një këshit ka të hoxha me marë, a u konë i lajmrema që ka u konë. Se prej se kom linë do në për para ju më falë shumë, edhe kom qenë ma besimtare edhe kom lexu Koran, po tash prej se kom linë ju më ftofë shumë, edhe nuk mu ka jetu kër e kom pa qatë moment, kër e kom di qatë moment nuk mu ka jetu edhe nuk kom pas ndjenjë për kur gjo heq, as për fëmin tem që e kom linë s'kom pas ndjenjë, ndashta që edhe më ka lindja shumë shpejt, po edhe që i kom ndjetë që to gjatë lindjes. Kisha pas qep me mon një këshill pi hoxhës, çka po më thotaj. A falesh tani? Po falna, po jo rregullisht. E ke lënë namaz be që ke lindë? Pe që kom lindë e kom lënë dhe jom ftofë shumë edhe keti marrë, as kur gjë nuk ndjej, kur bëj diçka nuk ndjej kur gjë. Edhe në fillim që i kanë tem që e kom lindë, ju më konë shumë e ftofë, nuk e di ndashta për shkaku gjatë lindjes që ka arë shpejta, nuk e di. Po pise kom pa atë moment që më kanë dalë me laqet e varët të veshë, më kanë dalë emrat e ty në vëne. Do të merrni pas pak këshillën, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Në rregull, faleminderit. Kësaj punë i thojnë mësh për rafie bere. Mësh për rafie bere, mas mësh dhe shahada salavat. Mas që nga tash. Përsërit 3 herë, mas po.
E kom pa qut ja ndër. E kom di që kom ngatë, e kom ni zonin, më është thanë Munker dhe Nekir me laqe. Dhe jem trishtu dhe kështu, kom di që mos pa des se pas jem të dekje. Pra, që e bi kësaj puni bi gatu në kështë po shkaj. Dhe në vend që më këthyje 5 vakte, 5 e ka falë, mi bo dhe 5, a më na fili, jo fare s'ka drejt. Vend që me dy fishu. Me dy fishu, mas pak të me dy fishu. Adhorimin dhe i të madhe të zëtë. Thonë e njerët, që s'kënë pa që kam pa une. Mu Allah më ka shty, për ndryshë në dekën e kom pa me sy. Në vend që më ka për dinë hala, kjo largu për dinit. Kjo largu për dinit. Pra ka bë dreqi për veti. Po, dreqi ka bë për veti. Dhe ta shket shten me dyshu, ata zana që ka një e në kont me lanë që va dreqneve. Sepse për del që dreqe ka bë për veti. Dhe ta shimaginat e thët, falë në ka një herë, kom drëshu edhe me thmitem si jem gëzue, a e gëzua nuk e gëzu për thmi, oj motër, është diçka krejt. Kjo fëmi, kjo insan, kjo është njeri. Aja është Zot. Aja është Zot. Dashëria ndaj Allahut do të më të shtu. Bindja ndaj Allahut do të më të shtu. Dhe kjo bindje do të më reflektu të ti. E në vend se më reflektu të ti pozitiv, të ti ka reflektu negativ. Kështu që ti me dek, me që gjendje pun të ka që kitë të Zoti. I ke falë 5 kohët, i ke lanë, her falësh, me bo me dek që shtu pun të kitë të Zoti, tepër keq. Andaj letë anëra pa anëra, po beri veti masë, nga vllahun tanë. E namazë me se le për i zetë Zotit. Për hirë të Allah të namazë me se le se sen s'ke ba. Sen. As një kuptim s'ta ka jetë pa namaz. As një kuptim. Nuk ke pse shkan të Allah pa namaz. Nuk ke. Allahu të lëzof të drejtof ty e neve të gjithë ja Rabbi. Allahu të bëft me qenë për atyne që këthejesh dhe i vetëm të shekan për bësh edhe muslimane me mirë. E falë pas kohët namaz. E me lashët e vdekjes, ato kanë më ardhë. Kur do që vinë, mirë se vinë. Vesh me facet bardhë, inshallah, ja Rab. Amen. Mi fjallin la ilaha illallah. Allahumma amin. Të hosh faleminderit shumë. Këtë është fundi për sonte, të nderuar dëgjues dhe shikues të RTV-s. Repriza e këtij misioni është nesër nga ora 12. Ju takoshemi javën tjetër.